Kreu i ri SPA Klodian Brau ka treguar se kush do të jenë prioritetet e tij gjatë drejtimit të institucionit pas marrjes së mandatit nga paraardhësi i tij Altin Dumani. Brau, i cili pa marrë mirë detyrën, u përball dhe me deputetët e Kuvendit të Shqipërisë teksa shkoi në Këshillin e Rregullores Mandateve dhe Imuniteteve për të kërkuar leje për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, sa përbirë se planifikon të garantojë që askush të mos jetë mbi ligjin dhe që të gjithë të jenë të barabartë para tij. Do të përqendrohemi në çështjet aktuale dhe do të vijojmë me time të thelluara për fshirë analizën e pasurive të përfituara në mënyrë të paligjshme dhe konfiskimin e tyre. Një kusht i rëndësishëm për funksionimin e duhur të SPA-kut është forcimi i pavarësisë dhe profesionalizmit të prokurorëve dhe hetuesve, sa krye prokurori. Brau, i cili mori detyrën e tij më 19 dhjetor, shtoi se do të punojmë gjithashtu për forcimin institucional të SPA-kut dhe rritjen e kapaciteteve për mbledhjen dhe analizën e informacionit. Qëllimi ynë është të rrisim besimin e publikut te drejtësia dhe këtë mund të arrijmë vetëm duke vendosur standarde të larta në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. U shpreh ai, SPA është një nga institucionet që ka besueshmërinë më të lartë të shqiptarëve dhe që mbështetet fort si nga SBA-ja ashtu dhe nga BE-ja.